kështu, duke rënë dëbor, se duke rënë shumë dëbor. Jam shumë dakord. Është shumë ftohtë. Logun, shpejt. Përshëndetje njerëz nga Kolashini, mirë se vini në një video të re. Unë kam bërë disa mungesa në YouTube, nuk e di nëse është java e dytë ose e tretë që mungoj me video. Sot vendosoj që ta hap vlogun e ri, kemi ardhur në Kolashin, sapo kemi mbërritur, është ditë e premte sot, jemi nisur direkt pas punës, është kaputa diçka më herët, por tjetër historike e punës, sepse gjithsesi u vonuam shumë për të nisur, sepse më kishin ngel disa punë pezull pa i mbyllur, që mundova t'i mbyll në shtëpi, por përfundova me laptop me vete. Nejse, histori më vete kjo. Dhe sapo erdhëm në Kolashin, kishëm rezervuar në një vilë shtëpi druri dhe ndodhet në Kolashin në fshat e jo lart tek qendra e skive. Kemi ardhur për bërë sigurisht për ski dhe të kalojmë këtë fundjavën këtej. Do rrim dy net, kemi ardhur sot që është e premte, do rrim nesër që është e shtunë dhe kthehemi në Tiranë ditën e diel. Është shumë vonë, tani që kemi mbërritur është ora 9:30 darkës. Ne u gjitëm lam çantat tona, besoj se do ndrohemi ose do dalim kështu direkt, që të shkojmë poshtë në fshat në qendër, të pim diçka, të ham diçka, shpresoj të gjejmë hapur, por besoj se ka hapur derisa është edhe fshat turistik, kështu që mendoj që do ketë të hapura ende edhe në këtë orë. Se sa të dalim ne, sigurisht do shkoj 10 e ca. Duhet t'ju tregoj edhe vilën, t'ju bëj një home tour, por nuk e di, do t'ua bëj tani ose më vonë ose nesër në mëngjes, sepse nuk është se ka ndriçim shumë të mirë, nuk e di si më shikoni edhe te kamera. Kam vendosur këtu në një mobilje, por po më duket pak lart. Kemi ardhur bashkë me një çift tjetër, kështu që jemi dy çifte, dhe kemi marrë një vilë që ka 2 dhomë gjumi 2+1. Ja, po ju tregoj të paktën dhomën tonë që jam këtu, ndërsa pjesën tjetër t'ua tregoj kur të zbres poshtë ose nesër në mëngjes, ndoshta ka edhe pak ndriçim më të mirë. Shikoni, është e gjitha dru, edhe bazamenti, dyshemeja është dru. Këtu është një garderobë, valizja ime, edhe futesh direkt edhe dhoma e gjumit. Nga që është vilë, pjesën sipër e ka çati, edhe është shumë i ulët tavani, pra çatia. Krevati i gjumit, dopjo, gjitha detajet i ka dru, krevati është dru, këto komodinat anësore druri shumë të bukura edhe ato. Kemi një pikturë të lezetshme në mur, një raft me disa libra që normalisht janë në gjuhën e tyre, nuk e di fikse çfarë gjuhë flasin, kanë gjuhën e tyre me sa di unë në maltezi, që ngjan me serbishten, por kanë gjuhën e tyre. Është shumë e këndshme, është fiks për shtëpi fshati me këtë drurin, që bën shumë të ngrohtë. Por e gjë këtu është edhe një krevatek që unë kam lënë gjërat e mia. Por e vetëm gjë që s'më pëlqeu te dhomat e gjumit është fakti që nuk ka kondicioner, është vetëm kjo ngroja me korrent. Shpresoj të bëj punë sepse dhoma e gjumit më duket goxha e ftohtë. Këtu janë shkallët që zbret poshtë te kuzhina dhe salloni. Ç'a ke mor? Të dëgjova. Sa e madhe. Ja, këtu kemi kuzhina. Haj zemra. Dil s'ka problem. Këtu kemi sallonin dhe pjesa e tavolinës së ngrënies. Ngroja, kjo është super, kjo të ngro shumë. Zuar vitin e ri nga Kolashini, se s'ka nishur akoma zbukurimet e vitit të ri. Shikoni? Kjo është qendra e bukur e Kolashinit. Është dyqan, zemra. Nuk është loka. Sa i bukur. Okej, të paktën zemra që nga për Shën Valentin. Mirëmëngjesi njerëz, nga dita e dytë këtu në Kolashin, jam zgjuar, jemi bërë gati, domethënë ka bërë vetëm make-upin, tani do vishem që të ngjitemi sipër në mal për tek zona e skive. Po bie pak shi jashtë, presoj që lart në mal ose të biri bor ose mos të biri shi të pakta, se sigurisht që ndonjëherë pengoj shumë. Poshtë në fshat nuk ka bor, as ku jemi ne. Ja do t'ju tregoj edhe pamjen nga shtëpiza jon. Është shumë bukur, është shumë e lezetshme, por do preferoja shumë të kishte bor edhe këtu poshtë, ishte shumë më bukur. Kam një problem që nuk kam ku të lë kamerën, edhe ndriçimi nuk e kam shumë të mirë në dhomë, kështu që po mundohem
Tala diku. Shikojni, how cute is this. Është shumë bukur. Po filmoj brenda nga dritarja, sepse kam një grorse këtu, elektrike. E djaumit është, në kronë e goxha, dhoma është e vogël, por është super val. Ok, njerëz, kjo është baza e outfitit, kam veshur poshtë stretchet të zeza, edhe këtë bluzën sportive të bardhë, dhe sipër të veshur rroba të borës. Tani më kam që pësuitin e zi, që e kam që vjetë, është këtu, por po mendoj që sot të vesh, veç që mësuitin vesh një serat pantalona. Kam edhe të pantalona të borës, mërë të përdorat, jo shumë të mira, në gjendje shumë të mirë, i kam marrë të 10.000 lekë. Që po vesh sot të po, edhe nështë që mësuitin vesh një serë. Në këtë momente që veshën pantalonat për plas vape, qisme të mire të borës që i kam nga vjetë, dhe shumë bukra. Njerëz kemi ardhur tek qendra e skive, provova të bëja ski për herë të parë, dhe është shumë e vështirë. Jam bërë ujë në djerë, sepse shumë e vështirë dhe ajo pjesa që ngjitesh kështu paralel që të shkasësh nga sipër. Ok, mësova pa kontrolin se si të frenoj, është, po prapë shumë e vështirë. Tani jam ullur, duhet të pushoj pak dhe të provoj prapë më vonë. Tani ne jemi dhe nesër këtej, nuk e di që se të provoj dhe nesër prapë ski ose thjesht të bëjmë një xhiro me teleferik, se realisht është shumë e vështirë. Por është shumë e bukur, shikoj njerëz që zbresin nga pistat që janë më sipër dhe është fantastike. Ja të tregoj pak. Këto ski ti mora me qera, kushtonin 20 euro dita. Janë këpucët, skit. Vetëm kaq, pyeta edhe për instruktor në fakt, por nuk ishin të lirë deri nga ora 1 PM e drekës, kështu që thjesht po tentoja vetë me mësu nga një qik. Shikojni, qëto ata sa bukur ata që sipër, ata që skijarë ata sipër. Si kjo është pista për fillestar normalisht. Nuk ka shumë borë, shikoni pemët janë jeshile, por pista e skive është okej, akulli është i ngrirë. Kolashin 1600 metra. E shijon kafen maksimum në të borë. Po, bëm sigur, po hajt më. Nuk ka problem, por pamja është fantastike. Shumë bukur. Po më një me të kamë. Mos në nëzirë në pamja. Le të themi që në fillim më mërzit. Hajde Ditjona, hajde Ditjona. Hajde këtu. Ditjona të vlogu, hello! Ditjona Bora. Hello! Gjithë që kafe. është më e mirë kështu në qarkullim në lëvizje. Në pamje të parë, Pamje të parë, dytë mos shiko. Shiko tani po bëjnë si njerëz të mirë që të gjithë pas janë ngërmëngjesit, se deri tani ishim të çaj dhe tu anku të gjithë.
Po, se kishim një orë. Unë ti me vujt pra, se kishim 2 orë kërkonin Unë nisëm për të Swiss Hotel, se doja unë ta provoja si experiencë tani mëngjesin këtu. Problemi ishte se parkimi ishte full, e kemi lënë poshtë dhe pa u gjitur te pista e skive. Kemi ngjitur komplet në këmbë, gjithë rrugën deri ku i bie? Aty lart. Shikoni hotelin, ja, është te. Ja, deri aty lart kemi ngjitur në këmbë, dhe kur vajtëm atje mëngjesi mbyllej për 10 minuta, kështu që nuk ulëm dot. Dhe kemi zbritur poshtë, jemi në restorant. Nuk jam shumë e sigurt për emrin, por do ta shoh pastaj. Ishte një tjetër këtu poshtë pista e skive. Edhe në fund hangër këtu mëngjesin, pavarësisht se edhe këtu nuk gjetëm vende brenda, ishte super full. Por ulëm si përfundim jashtë edhe kemi ngrënë kështu duke rënë dëbor, duke rënë shumë dëbor. Por në shijoj shumë, kishte bërë super pet. Tani po pim kafen prap kështu të përzierë me dëbor. Fantastic. Të bërë. Si jeni, mirë jeni? Një video përshëndetje për vlogun. Shpejt. Këtë boja që të bika fytyrë kështu, jam shumë dakord. Është shumë ftohtë. Po di e ajo. Jena bë ujë. Mirë e zonë. Mirë. Ju këtej mirë jeni. Më mirë do jemi kur të zbresim poshtë. E për tash në për këtë hipëm. Sa lej paguam këtë? Sa tushë? 70 euro gjithë bashkë. Haj njerëz nga dita tjetër, sot është e hënë, djene si u kthem nga kolashini, unë nuk e vata më mundësi të hapja kamerën, sepse ishte super o lodhur, duhet të bëja një dush, të rregulloja flokët dhe të bëhesha gati për ditën e hënë, për javën që nisëm, kështu që thash tani që u ktheva nga puna pa hap kamerën, sepse këtu mbrapa kam edhe një 2 pako të Zaras që më kanë ardhur dhe më kanë ngelur këtu mes dhomës. E kisha bërë plan që t'i tregoja për YouTube, kështu që do ta tregoj sot edhe ato. Ta mbyllim këtë video dhe unë këto gjërat që kam blerë t'i vë në përvende dhe t'i sistemoj. Doja të bëja një përbledhje edhe për sa i përket udhëtimit në Kolashin, sepse di që nuk kam folur shumë. Kam bërë një shkëputje të gjatë, le të themi, nga YouTube-i dhe është shumë e vështirë të rimarrësh të gjitha të rrjedhën e ngjarjeve, kur je shkëputur, të marrësh kamerën kudo me vete, të filmosh, haron pak, shkëputesh nga ajo gjë. Dhe fillon të shijon më shumë ai relaksi, ato pushimet pa kamera. Plus për më tepër që ishim thash me njerëz të cilët nuk janë aq të dhënë pas të rrjeteve sociale, pas fotove, pas kamerës, kështu që je vetëm që filmon dhe ndihesh në sikletë, të flasësh dhe të filmosh gjatë gjithë kohës. Nëse ne ikëm që të premte dhe u kthyeëm të dielën, ndajtën 2 ditë, morëm një shtëpi, ishte nga këto shtëpizat e drurit, shumë e këndshme, ishte 2+1 me 2 dhomë gjumi në katin e dytë, dhe në katin e parë që ndodhej pjesa e sallonit. Ndodhej në fshat në Kolashin. Kolashini është shumë i vogël si fshat, shumë i këndshëm, kishte edhe bare, ku mund të pije birë, të konsumoje një alkool, diçka shoqëruese. Edhe kështu ne vendosëm që të rinim në fshat, edhe Bianca Resort, që është shumë e famshme në Kolashin, ndodhej aty afër, po në fshat. Ndërsa i vetmi resort hotel që ndodhej në zonën e skive, në pistën e skive, ishte Swiss Hotel, i cili është shumë i bukur, luxury. Ne shkuam ditën e diel aty për të ngrënë mëngjesin, por ishte super full, vajtëm ne për 15 minuta mbyllej mëngjesi, plus kishte një çmim shumë të kripur për person për sa i përket bufes së mëngjesi dhe ishte 30 euro personi, që ishte një egzagerim. Imagjinoj 4 persona për mëngjes me shpezuar 120 euro. Edhe si përfundim, ditën e fundit për mëngjes ulëm te një lokal që ndodhej, lokal restorant që ndodhej te zona e pistës së skive. Ishte shumë mirë dhe aty, pavarësisht se full, sepse dita e diel besoj përveç njerëzve, turistave që kanë ardhur, edhe vendasit të zonës duan të shijojnë skit, sepse ishte edhe ditë që kishte rënë shumë borë gjatë natës, që u gdhie shtuna për të diel dhe ishte super full, nuk gjetëm vende brenda të restorantit, si përfundim ulëm jashtë dhe vazhdonte bite borë, ne vazhdojmë hanim petulla dhe pinim kafen, por na shijoi shumë. Më bë shumë qejf që ra borë, sepse ditën e parë ne të premte vajtëm shumë pas dite dhe thjesht dolëm për të konsumuar diçka për ushqim dhe mezi gjetëm një piceri hapur, sepse fillonin mbyllnin kuzhinën dhe nuk po gjenim. Dhe thjesht fjetën gjuhën shqetësuar në mënyrë që të shtunën të dielën ta kishim ditën tonë para. Të shtunën provova të bëja ski, morëm ski me qera. Ski mora vetëm unë nga ne të dy, sepse Klajti kishte
të dëmtuar pak gjuri, kështu që nuk do të rrezikonte të bënte edhe ski. Unë kisha bërë plan që do merrja dhe instruktor. Por thash instruktori ishte i zënë, liroj pas orës 1 PM, edhe nuk u bë e mundur shumë ta merrja, sepse ndërkohë provova vetë të bëja ski rash 2 herë. Ishte shumë e vështirë, skit ishin shumë të rënda. Më e vështirë të ajo gjë që të lodhte dhe të djersiste ishte fakti që ti shkoje sipër, shkisje poshtë dhe më pas duhet të ngjitesh në këmbë bashkë me skit e veshura dhe duhet të ngjitesh kështu në mënyrë paralele si pinguin. Edhe ajo të lodhte shumë, ngjitu zbrit, 1-2 herë rashtash. Por realisht do doja shumë ta mësoja si sport, por mendoj që të duhet diku te 5 ditë një javë që të vesh, siç bëjmë pushimet e verës, ashtu do të bërë edhe këto pushime dimërore. Dhe të marrësh një instruktor, të rezervosh orarin tënd paraprakisht dhe ta kesh të planifikuar gjithë javën dhe kështu e mëson me patjetër. Ndërsa kështu ishte kohë shumë e shkurtër. Pastaj e djela thash u bë shumë kaotike, përfunduam duke ngrënë mëngjesin shumë vonë, rreth orës 11 të cas, kishim pirë kafe, pastaj filloi por shumë e ngjeshur. Bëjmë një xhiro me teleferik dhe ishte super ftohtë, sepse dhe fakti që vite ajo bora para në fytyrë akull. Dhe janë tharë nga duart dhe nga fytyra, se kështu isha përgatitur, kisha veshje bore, si këpucët, si veshjet, por nuk kisha goggles quhen ato syzet e skive. Kapuçën nuk e kisha waterproof sepse e kisha kështu me qime me lesha ju njom, thash, dhe nga duart nuk kisha doreza. U bëm akun në teleferik, si sa më larg ngjiteshe, aq edhe më ftohtë ishte. Por xhiroja me teleferik për shkak që kemi bërë në Brezovic, ka qenë më e bukur se Kolashini, edhe pamja ishte më piktoreske, më e bukur dhe më e gjatë si xhiro. Por gjithsesi u kënaqem, ja kaluam shumë mirë, ishin disa ditë ndryshe, po fillon të më pëlqej ky turizmi malor, por nuk e di, ndoshta vitet e tjera do planifikojmë diçka më mirë dhe do kisha shumë dëshirë që të mësoja dhe të skijoja, e thash sa besoj. Kështu njerëz, kështu shkoi gjithë udhëtimi. Edhe si vlerë, ne për shembull shtëpinë që morëm në Booking, e morëm goxha lirë, kemi paguar 175 euro për gjithë vilët, do të thonë të dy çiftet për 2 net, kështu që ishte çmim goxha i mirë. Madje na uli edhe 30 euro, sepse në fillim na shkruajti që anullojeni me Booking dhe do t'ju lë të bëni check-outin vonë ditën e diel, mund të dilni nga ora 6 pasdite. Dhe ne na bëi mirë, se shkonim, bënim ski, ktheheshim sërish në shtëpi, laheshim, bëheshim gati dhe niseshim për Tiranë. Por pastaj na shkruajti sërish të shtunë, tha ju kërkoj fundjes, por nëse ka mundësi më ka ardhur një prenotim tha për 5 ditë, nuk kam pasur kur tha një rezervim për 5 ditë rreshta. Nëse është mundur të bëni check-outin në 10 në mëngjes, domethënë, dhe do t'ju bëj një skonto prej 30 eurosh, kështu që na bëri skonto 30 euro dhe paguam vetëm 145 euro. Nuk ishte ishtrin Kolashini, edhe thash me instruktor nuk e di mirë vlerën t'ju them, sepse nuk arritëm deri te pagesa me bë diskutim, por në përgjithësi, si për të ngrënë, nuk është se ishte shumë shtrenjtë. Çmimet okej, të përballueshme. Kështu. Eksperiencë e këndshme. Tani unë do t'ju tregoj çka kam marrë te Zara, po pikërisht fillim të pakon tjetër. Do t'ju tregoj fillim këtë xhaketën. Okej. Këtë janë porositë e fundit që bëra me ulje. Jo kam një mini pako të vogël me një xhaketë, që si ju kujtohet kam marrë një kostum gri me jelek, ajo ka dhe një xhaketë të shkurtër sipër, që mund t'i veshësh të gjitha bashkë. Kështu që e mora atë. Kam marrë një xhaketë tjetër, te kaq e kam mbyllur dhe nuk blem më këto kohë. Produkti i parë nga Zara Sales është kjo xhaketa e zezë, ka material si palto, por vjen stilin e bomberit, edhe këtu sipër te jaka është me lesh, është shumë e bukur. Ka marrë shumë lirë njerëz, diku te 17.000 lekë, diçka e tillë. Dhe kështu duket xhaketa. Ja, edhe me këto rrobat që kam veshur, duket shumë bukur. Të gjitha këto i kam marrë me ulje, edhe këtë bluzën kafe që kam veshur, ka material shumë të këndshëm, është për përbërje leshi. Është shumë e bukur në ngjyra dhe modeli e të gjitha, dhe këtë kam marrë me ulje, edhe këto pantallonat që i shkurtova që po i mora me ulje. Kështu që mos më shkruani pastaj sa shumë ble dhe sa shumë rroba ke, sepse i marr në sezonin e duhur, i marr kur janë zbritjet, që të gjitha gjërat njerëz. Tani e mbaj mend që kam marrë diku te 17.000, por nuk e ka çmimi këtu. Sepse i kanë mbuluar tani, nuk e di pse, ndoshta nuk e kam bërë më update-et në etiketa. Okej, vazhdojmë me gjërat e tjera. Këtu kanë ca gjëra verore. Kam marrë këtë këmishën e verdh, lino, me mund të shkurtra, për punë janë shumë komode.
Kemi të ngjyrë e verdh. Kam marrë këtë badin, që është pak asimetrik këtu sipër, mos gaboj disi kështu. Shumë i bukur edhe ky. Janë marrë shumë lirë, diku te 6.900 lekë, në mos gaboj, se tani nuk i mbaj mend çmimet. Një tjetër kanatiere verore, dhe kjo kafe me besh, ka këtë detaj e goldit këtu sipër. Shikoni sa cute. Shumë e bukur dhe kjo shumë lirë është marrë. Okej, e fundit e kjo pako, kemi dhe një mini pako tjetër. Kam marrë edhe këto sandalet kafe. Janë lëkur, ishin leder, prandaj më pëlqyen se ja blenin dhe goxha të but pjesën e tabanit. Dhe këto diku të 17.000 lekë ose 13, diçka e tillë kam marrë. Okej, vazhdoj me pakon tjetër. Më kanë ngelur pa kthyer këto, se di qa date kam afatin e fundit. Kisha marrë këto streqet e zeza, kanë material shumë të mirë, janë të plota dhe kanë elasticitet, janë edhe me zinxhir këtu poshtë anash. Tani, unë kisha marrë para ca kohë një palë streqet të tjera të Zara dhe i kisha marrë në masë të small dhe nuk më futeshin. Ndoshta s'kishin shumë elasticitet, varet nga prerja, nuk e di. Dhe thash, këto i gjeta më ulje diku te 10.000 lekë. 28 e kam të nuk e kanë bërë që me në ullin etiketa. Edhe thash më marrë masa medium që të më rri tamam, por më rrini goxha të lirshme. Kështu që do t'i kthej. Tjetër, kam marrë këto xhinset e shkurtra. 36 i kam marrë këtë smalli. Dhe duan praktike për në verë për të ndruar. Tjetër, kam marrë këto bermudat e shkurtra, janë të verda, janë shumë të bukura dhe këtë ripin e zi e kishin vetë, ripin shumë këndshëm, sepse i kam provuar, shkonin dhe me këtë bluzën e bardhë, krem, që do të tregoj tani. Thash këtë shumë praktike edhe për punë, sepse në punë do të veshësh pantallona me gjeta ke vap, këto bermudat që janë triqerekshë, janë shumë okej dhe shumë të përshtatshme për në punë në verë. E fundin e mbarova, ka gjëra, kisha marrë shumë pak. Është kjo, që thash, këmisha në ngjyrën krem, ka shumë të bukur, këtë mbërthimin e pullave, që i ka në pjesën anësore dhe shumë e freskët si këmish, thash në verë për punë janë shumë të përshtatshme. Kështu, këto ishin njërës gjërat që kisha marrë të Zara dhe të fundit, sepse thash nuk marrë më. Përse se pakos që është on the way, duke ardhur. Okej njerëz, këtu po e mbyll edhe këtë vlog, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, edhe t'ju ketë marrë madhe për mua, se kam bërë mungesa, tani duhet më suportoni me like, me komente, çfarë mendoni për videon, për blerjet, për gjë, çfarë ju pëlqen më shumë të ndiqni në YouTube-in tim, a ju duket kontenti im cilësor, e kështu gjërash, ju pres të gjitha mendimet tuaja poshtë në komente. Dhe faleminderit që e patë të gjithë videon, faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme, bashkë do shihemi në vlogun e radhës dhe premtoj, shpresoj që mos të bëj mungesa të tjera. Bye bye!